Audio Jungle. Përshëndetje për krejt me qëtan, për krejt shikusit e televizionit DTV Media, po takohemi edhe kësaj here, si gjithmonë me mua Diorën, edhe kësaj here kemi tëftuar me një temë, unë kom kënaqësinë që ta prezentoj, po besoj që edhe juve e keni ndëgju se e keni pa në rrjetet sociale, për një talent të ri, jashtëzakonisht vizionar, sidomos në teknologji. Ai po ashtu ka krijuar edhe aplikacionet e veta, robotin e tij e përkrejt do të na tregoj edhe vetë sepse kemi të ftuar sot Enes Kasumin nga Vushtria. Faleminderit shumë Enes që ke ardhe, kemi na tregu shumë rreth teknologjisë, kemi na mësu shumë gjëra të reja që nuk i kemi ndëgju, po edhe kemi me fol edhe rreth aplikacioneve dhe krejt punës edhe projekteve tua të fundit, që faleminderit shumë. Spore faleminderit juve për ftesën. Atëherë unë jam Enes Kasumi. Studioj në degën e teknologjisë, tash jam studimit lartë a fakultet. Unë kam kriju disa aplikacione, të fillu spore prej website-eve aplikacione, e për herë të fundit një robot, i cili e lunë rolin Einsteinit, emri i tij është Einstein. Edhe pikrisht Einstein, a? Po, fiks është do më thonë si Einsteini, ai ka me prezentu jetën Einsteinit, veprimtarinë e tij, edhe qa do që ka bu aj, do më thunë, aj nuk prezentën tjetër qka përveç Einsteinit, është i kudum vetëm për Einsteinin, aj është i bu me 3D printim, edhe do më thonë i ka komplet veçurit, kena përdur pak edhe AI, inteligencën artificiale. Që keni përdur edhe AI-në? Do më thonë ju ka ndimu, a? Po, tash inteligencë artificiale veç ka e ka atë trendin e vetë, edhe na ka ndihmu shumë se na kena bu një chatbot, do më thunë, brenda atij robotit, ku nëse te pyet diçka rreth Einsteinit, ai ka me të prezentu, edhe ajo na ka lecu neve shumë punë, edhe për atë arsye kemi përdor inteligencën artificiale. Po, e përmendet edhe 2 aplikacionet, mandej të shkojmë edhe te robotit, do të na tregosh më shumë. Po më intereson me ditë për krejt ata që nuk kam pas mundësi me ndëgju, edhe pse s'po besoj, për 2 aplikacionet e para, për emrat edhe funksionet, a? Njëri prej tyre është për e-commerce, do më thonë për blerje online, shitje, e gjitha, ato ta kom prezentu edhe ty pak më heret, edhe një tjetër është Facebooku, është i ngjajshëm, Facebooku shqiptar, është i ngjajshëm, do më thonë, është rrjet social, i cili është i gjithë aktiv, po për momentin nuk është i postum, për një arsye të vetme, pasi që nëse postojmë duhet më merr tepër me të, edhe nuk është që kemi shumë kohë, për atë arsye nuk është i postum. Sepse nuk kemi kohë? Se mos ta kemi një Facebook shtë shqiptar, tonë. Dohet me kun non-stop 24/7 aktiv në të, edhe për update apo për çfarë do të qoftë, për support, edhe për atë arsye nuk është që kemi kohë të mjaftueshme, për atë arsye nuk është që e kemi postu. Po megjithatë, gjitha licencat i kemi, do më thonë kemi drejt plot për me postu, por me kohën besoj që do ta postojmë edhe do ta bëjmë publike. Do të bëhet edhe viteve tashme ndoshta, apo tash... Ajo është i gjithë me update-a me i kompletum, vetëm që kërkohet me dalë në App Store ose Play Store. Oke, na urojmë që sa ma shpejta kemi, edhe Facebook-in tonë. Besoj edhe në vitet e ardhshme që do të me kun Ani mos e neglizho, pra. Po, nuk është që kemi qitë mbrapa atë pjesë, edhe pse u angazhum të pjesa robotit pak ma shumë për atë arsye e mbeta, edhin nuk është që e finalizum të gjithën, edhe pse atë kemë bu publike, është mundet me u po, e ka linkun ku ta jep persona për shembull që unë i autorizoj, mundet me hi me po atë Facebook se qysh do këtë, është i gjithë e aktiv, mundet me postu, përveç që thash do të me u postu për me mujt me shkarku, do më thunë në telefonat e juj se cili. Po, prej aplikacioneve që i ke ndërtu, cilit pëlqen mas shumë të tash? Me tregu drejten, prej aplikacioneve është blerja dhe shitja online, i cilin pëlqen se ka pas shumë punë, kom punu ma shumë në të, edhe ka pas vështërsi se është desht me i bu blerjet online sigurta, do më thënë nëse ti jep kartelen ato, do të me kun kartela ju të shumë e sigurt, që mos me mujt me pas hakim ose qëfar do të shëft. Edhe prej aplikacioneve është ajo. Ku ka pas pak ma shumë se ka pas ma shumë punë. Sa ku të merë me bu një aplikacion, Enes? Po më varet tash qka bujmë, nëse bujmë për shumë për e-commerce, merë pak ma shumë ku, nëse bujmë aplikacion normal,
një gazetës apo çfarë do të qoftë, besoj që një muaj përfundohet nëse punojmë angazhumin të këgja mirë. Po, mu po më interesa me di, sepse ti je akoma i ri në moshë, shumë i ri në mosha, ka të vinë këto ideat, ka të ardhë ndoshta ideja, po këthemi pak në kohë, të ardhë ideja për me bo një aplikacion, a ke qenë gjithmonë i apasionum mas teknologjisë, gjithmonë ke pas dëshirë me bo edhe ti diçka, apo qatë për qatë veç ka linë si ide? Me tregu drejten, unë këtë veprimtari e kam startu në fund 2019, ose fillim masak 2020, edhe atë ku ka qenë koha pandemisë, unë gjithmonë e kom ndesht profesionin e arkitekturës, po nuk e kom mendu që me kohën mundet më ndryshu mendja, edhe pa ta startu me një akademi, edhe prej atuhit ka qenë një garë prej 150 personov, ku kanë marrë pjesë ato, edhe pa ta marrë pjesën e me një website. E pa ta bu ashtë mirë, që ajdin tash me këshirë mu më duket shumë keq që kom bu, ama për atë ku shumë mirë, edhe pa ta angazhu tej për shumë të, po për fat keq, 2 orë para se më marrë pjesë, më pat prisht një page ose një faqe ati website-it, edhe prej ati momenti pa ta thunë që unë kam e marrë pjesë këtu, kam e hinë këtë dek, po nuk kam e u dërzu kur, se programimi o pak e vështirë, për njerëzit që e shuhin nga jashtë duket shumë e lehtë. Amo për shembull vetëm një logo me vendus, neve na duhet tek për shumë punë, me punu do me thunë, mbrapa kodi ose backstage, ka tej për punë. Edhe për atë arsye nuk u pa ta dorëzu, pa ta fillu, tani me kohën, website-at më dëken... Pas kanë që tu ka prish, aja faqat pas ka shty. Edhe pse pa ta marrë pjesë, pa ta shku deri në finale me qashtu të prisht, ama tani me kohën, më dyqysh website-in më dëke shumë i vogël, pa ta fillu me aplikacion, e pa ta përfundu tek roboti. Po, neve për shembull që nuk ja kemi fort haber teknologjisë, na do këtë diçka shumë e madhe me kriju një aplikacion, edhe në vërtet është diçka punë e madhe, sidomos për një djalë të rija, me kriju aplikacionet e veta. Sa ndoshta beson që po vlerësohet puna juve të rive, që ta që po dilni me teknologji, ndoshta e kemi edhe një shqiptare tjetër, po nëse nuk po e krahasojmë për shembull Mira Muratin, po ti akoma i ri në mosha. Po. Ku po e gjeni tën këtë vetbesim, tën këtë vullnet, tën këtë motiv për me fillu diçka kështu? Për mendimin tem, nëse e krahasojmë, në Kosovë nuk llogaritet shumë mirë ky profesion. Ose nuk e vlerësojnë shumë mirë këtë profesion, sikur në shtetet e tjera. Po në kohës të fundit është bu shumë konkurenca e madhe për këtë profesion, do më thumë peshojnë pak lehtë, po nuk është shumë e lehtë për me hi më kyç në këtë profesion. Unë e shoh për shembull ja imponon prindrit një fëmijët të vazhdo se është profitabil. Është profitabil, po duhet me ditë për me hy atë. Edhe gjatë rrugtimit ti mundet me u dorëzu. Ama nuk është edhe nëse angazhohesh ti, e jep vullnetin e plot, do të thonë punon non-stop, nuk ka më të bëjë tepër i vështirë se me kohën kemë adaptu ato, kemë mësu, edhe secili profesion tash nëse e shikojmë kështu është i vështirë. Ama nëse ti e punon me vullnet, nuk i me pas kur probleme. Qka ka tërhek ty të teknologjia fillimisht? Dhe qka për shembull për krejt ata që dojnë me u bo një programer i mirë, një ndoshta ekspert i AI-s i mirë, qka du të me pas ndoshta si veçori për me kriju për shembull një aplikacion? Qka du të me dit ata fillimisht? Në Kosovë ka shumë pak bizneset cilat i përdorin ose çfarë do qoftë industrie që përdorin website, aplikacion apo çfarë do qoftë. Edhe të e pa atë mangësin që e kanë, do më thunë, kom pas dëshirë që me hy, që pse për shembull se cili biznes, ose se cila industri me pas një website, ose se cili person që ka çfarë do qoftë profesioni, pse mos me pas një portfolio mrapa, ku ta prezanton jetën tonë, ose ta prezanton biografin tonë në website, e cila është shumë lehtë. Edhe nëse ti hin këtë profesion, do më thonë, vetëm duhet me pas shumë angazhim, edhe shumë vullnet, se mundesh gjatë rrugtimit tënë, mundesh me u dorëzu rrugës, do më thonë se ka probleme, nashta aty një presjet mund nga shumë e vogël, ama të bën atë shumë t'jep siklet, atë shumë t'jep stres, që ti nuk e din çka ki mangu, edhe për atë din ti mundesh me u dorëzu, mundesh me thonë që pelu, se nuk mund ama. A ki pas ti qashtu në me mangu, ki thonë pelu krejt? Ka pas startime shumë, tash ka hale, ama në start, sidomos, kur pa ta fillu, a bëjshë nervoze nësë kështu?
Po, A unë jetë ti që bosh nervos? Jo, jam shumë të i peqet, po prej që kum fillu me këtë Ta ka shumë, pak po. Se ka një herë, ajden nuk i nerva shumë e duru, për shambull, po bosh a nervos. ki nerva shumë? Godit për shambull kompjuterin, ose qfar do qoftë, Shkon ekrani, nuk t'ka faj kurgjë as ekrani, as kompjuteri, ajden, nashta faj A i është e këndru ti shpesh ekrana që? Po ka ndodhë që njën e ka halen një vi. Kështu që do të me qenë gogja i Do të me pas shumë i durushëm, do të me kun, edhe do të me pas shumë angazhim të madhë. Se nëse nuk angazhohesh këtë profesion, nëse nuk e dënë ti vetë, ato nuk mundesh me punu kurqë, se është profesion qatë që nuk, ajdin, do të me pas shumë vullnet. Mu për shamu pëlqen me kodu natën, edhe pse të do është për shamu lë kundërta, ama natën është një qëtësi... Po mdo këtë ju krejt që mirë një ma i tje, keni atë qëtësi natën, po, pëse? Po, kërkohet shumë qëtësia, pak dikush e preferon muzikën, dikush nuk e preferon, për shembull të unë është pjesa që e preferoj muzikën, ama nuk kam qef për shembull me pas shumë dritë, shumë zhurmë, se mundesh me u dekoncentru shumë lehtë. Edhe do të me konë shumë i koncentru mirë. Se thash një gabim një presje, tani ti u prish nervat komplet. Shkona e ekrane. Apo ankohen kështë shpisë që renatën qut tash për tash, Enes? A e fokusu në është edhe të studimet? Po tash edhe të studimet edhe ka pak të pjesa punës, ama po, në fillim thëshën që mos të rrë shumë, po vete adhërësh atë pjesën për me nejtë natën, edhe ditën për shambull nuk punojsha natën qëfar do projekte që kisha punojsha. Ok, po besoj që a kish përbly edhe prendrëve me aplikacione edhe tash edhe me robotin në fund. Për robotin që shna i rri ideja? Atëherë ideja, unë jem konë në studim me klasën e 12, edhe e kem pas një panahirë. Në atë panahirë në adaj shumë e shti diçka ekskluzive që nuk është bu në Kosovë, edhe shtetet tjera është bu edhe prej matë vogël, ama për Kosovë nuk është që kina pas që është bu robot prej mushës tëmë po foli. Edhe në atë panahirë kena marrë pjesë disa studenta, ku kem pas dëshirën tënë për me shti diçka ekskluzive. Si që thash, edhe tu me ndu, ka qenë dëshira e stafit shkollës, dhe më thonë, a mune me kriju robot? Unë me thënë drejten, është hera parë që kum kriju robot, ama pa ta thënë që nëse nuk e provojnë, nuk e di a muna me bu. Ama me provu bese e bu. E provove, qështu dok, a ke vështirë fillime? U kun shumë vështirë, se s'pare kina pas presionin për atë panahirë, është desht me dalë dhe më thonë robotin panahirë gjithëshysh funksional. Edhe nuk e kina mendu na a kina punu 1 orë, a kina punu 8 orë, apo kina punu 24 orë në të. Pjesa ma e vështirë o kom pjesa e printimit, nuk kina mujtë me liun shumë e printu mi 4-5 orë, edhe pse 4-5 orë ato të merke ku vetëm syni me bu, ose pjesa e vejshë, diçka një pjesë shumë e vogël. Tani sa i përket pjesës të kodimit, kina pas kështë shumë vështërsi, po me gjithatë e kem kalu të gjithën, edhe tash roboti është pjesa e kukës po flasë, është e gjitha aktive, qëfar të që të pytat, a i ta këthen përgjigjen. Ta këthen përgjigjen, a? Kem marrë pjesë, këtë e kam prezentu edhe para kryetarit Komunës Prishtinës, e kem pas edhe disa panajira, po ashtu e ka po edhe ambasadori finlandez. Qëfar pytje i kam bo? Kryesisht ja bëjshin kush je ti, aje të regoj këtë tani, edhe e pytshin për naj punë qa ke bu ti, për shambull ose qa ke studiu ti, edhe e i këthejke. Ska pas pytje shumë të fështira që i kam bu. Nuk ka pas pytje të fështira që shdim na mi bo, apo e me provokuat. Tu këshirë me ndonë gështë robotin. Njëre pa pyt njoni diçka rreth jetës kështu, tash unë nuk ta këthen se kjo është Einstein, kjo nuk e din që është bu jashtë. Okej, po ka pas edhe kësi momente, po pas ka edhe figurat të ndryshme, personalitete, që e kanë vizitu që shënkon për shtypjet e tyre. Për shtypjet e ngojë shumë të mira, se tu fillu prej kryeministër, do më thonë që e ka po, tu fillu tani prej kryetari Komunës Prishtinës, i kaloni për shtypje shumë të mirë, se shumica që ditë që qysh... Po më kujtohen ato memes që shënkon kryeministri me robote. Tani tu fillu të kjo pjesa se, ajdin, pak ku që ditë që në të ishin qysh jo të ri, për me kriju robot, do të këgja shumë kohë. Tani të pjesa kërë pa ta registru në fakultet, të ishin që janë të punu në i robot të unë 10 veta, ju aqë 3 e përfundu të atë shpejt. Ama kur të angazhohesh, thash edhe ma herë që gjithmonë e kaljen qëfar dë sfide që kej. Për sa ku e keni përfundu robote? Ty beneve ku në ka marrë pak ma shumë, se nuk kina pos pjesë. Normal, po. Tani për shambull për një pjesë, ngecke që atu nuk më ishe me punu, ajo pjesë të vëneke për shambull 1 muj, ama kështu në total,
për 6 muaj e kena përfundu të gjithën. Oke, o mendova që ka shku me vite, a? Jo, 6 muaj. Për 6 muaj është përfundu? Kisha besu që edhe ma shpejt nëse kishëm pas gjitha pjesët edhe ishëm, do më thënë, s'kishëm pas pengesa kur gjë, shumë ma shpejt e kishëm përfundu. E pjesë nuk kanë qenë këtu në Kosovë, a është dashmi përësit? Do i gjejshim, do nuk i gjejshim, o dufke tani me i përësit, tani dhe i vishin në Kosovë, ose ka pas pjesë që është desht me shku mi marrë për shamu të Tiranë, ose në Shkup, kryesisht në Shkup kena marrë ma shumë pjesë, edhe tani të ideje mërëshet, tani dhe i filleshim me mundu, ose dhe i të vike që ajo pjesë me post, merë keku 1 muj, 2 muj, edhe për atë arsye tani ty të blokejke roboti. Na atë qa mu ishë me bu është veç të pjesa printimit, mu ishë me printu të gjithën, amo me vazhdu të pjesa kodit ju, se kanë qenë do motora, servomotora edhe do Arduino, cilat nuk i kena pasë në Kosovë, ku ato ndimuj të pjesa nuflës me lëviz dhe më thunë, të pjesa kokës, syve këtu. Po, me që thate njëve në ka shumë qudi, po njëkosisht edhe jemi gëzu që pikrish ka ndodhë në vendin tonë, ajnes, edhe prej një ekipe shumë tre në moshë ka arrit me bo një robot. A do të ndaleni? A është kjo veç një fillim i ri i krijimit të robotve? Mendoj që kjo është një fillim i ri, pasi që në Kosovë, masi e kem zbulu robotin tonë, e kom pa që ka shumë interes prej njerëzve, ose prej ata që vishin mërëshin pjesë në përpanajira, ju interesejke shumë roboti, ka pas edhe prej atyne që kanë kërku, do më thunë me bleja të robot, se ju do këtë diçka interesant, edhe besen që të ardhmen, kena me fillu me këtë linje në ajdin për robota, se është shumë linje mirë, edhe nuk është që ka vështërsi kuptuhet, ama pse mos me pru diçka për shambull interesante në Kosovë, pse mos me kriju në robota. Kur taft jem të gjithë, mundu me kriju, qa na mungojnë është edhe pjesë. Po edhe atu, ajdin nuk është që nuk gjindet, mundu me gjindë shumë letë. Kur është vullnetin të është, edhe pse ne për robota e kemi ndëgju vetëm Elon Musk duke foja. Qëra tani ka qenë pak edhe interesant këtu njerëzve ju duke interesant se ju të rithë ke qysh ka ju erdhë kjo ideja, qysh mujt me përfundu, edhe pse me të tërgu drejten, kur kom fillu fillim shumica më kanë thunë që nuk keni me mujt me përfundu, se është projekt pak maj madh, edhe pse ato veç pjesa e kokës është bu, po ka pas shumë punë. Ama si më dorëzu, kem vazhdu, edhe pse kem pas probleme, është përfundu. është përfundu. Ku mundemi me pa? Mundemi me vizitu dhe na robotin, a gjendet dikon? Po, a i gjendet në shkollën finlandeze, ato në kom studiu dhe me thunë, a i është i gjithë aktiv, kush dhe që shkon atje, mundet me pa atë robot, mundet me pyt rreth Einstein që a do të qoftë, a i është shumë, për mu, më kalion shumë për shtypje, edhe më pëlqen shumë si robot, edhe nëse kryojmë të ardhën në diçka pak më të mirë, apet nëse krasujme ato më bejtë shumë roba, apet e ka atë vendin e vetë. Se është i pari, kem pas momentet mira gjatë punimeve, krejt këtu. Edhe nuk harruen. Me gjithë se edhim që na zakonisht ta qka podojnë qofte dhe figura si Elon Musk edhe të tjerë, podojnë me caktu për shumë me bo një robot për funksionet të ndryshme, qofte me ndimu për punë, për xxx arsyet të tjera. Për shka e kështë kryu ndë një robot tjetër, Enes? Robot tjetër që unë për veti e kisha mendu me kryu, është nëse na kish kry diçka punë neve për shambull, me kohën për shambull Enes i dytë aj. Ajden, qa do që ti kërkon, aj me cilë... Po, fix. Aj me cilë me t'i lecu shumë punë. Për shambull shtetet e jashtë me kem ku kam bu shumë robota kamarjera. Edhe ajo mendoj që ajden kish lecu punë se heqeq stafet i kish lecu ato shumë punë, kish kry punë edhe aj. E si do mos gjatë sezonës verës, a? Si do mos gjatë verës. Ti për të zetë, edhe ata e kanë akoma ma problem. Ta qëllimi është me kryu edhe me gjithë trupin funksional, se aj nuk e ka trupin funksional, edhe qëllimi është dhe më thëmë me kryu me gjithë trupin funksional, që me na lecu neve shumë punë, dhe më thëmë se aj kur e jetës është pak ma ndryshe. Kështu që edhe synimi është me vazhdu me bo edhe këtë trupin, po thua? Po, tash synimi është robotin arshëm, se aj veç ka përfundu, ama robotin arshëm me vazhdu edhe me komplet do me thëmë pjesën e trupit, ku me pas shumë atlet edhe qëfar do që i kërkon ati, aj me hecë edhe me pas pak ma, aj është edhe nëse shikojmë tani ma interesant. Pa tjetër. E po që a ke me alon emrin e Enes tash, a Enes Junior? Jo, nuk e di, amo njëherë të kryojmë tani. Ta kryojmë njëherë. Të pjesë e emrit, në varet për shambull që e bojmë.
besoj që na jam e tjetër. Einstein e kujt ka qenë ideja, ka qenë jotja e ndonjë. Jo, me tregu drejtën, ideja ka qenë pronarit shkollës, domethënë, drejt teorit. Ai ka desht me jalu në emrin Einstein, edhe për atë arsye e kena vendosur emrin Einstein. Po panajirin e parë kur e kem prezantuar, na nuk kem pas shumë kohë, se qëllimi ka qenë me abu edhe domethënë pak flokët edhe pak mustaqe të Einsteinit, po që mund duk sikur ai. Fiks. Me rëndësi ato pyetjet për Einsteinin e ka ditë, kështu që kryesori ai rreth jetës tij fol. Po flasim pak e nëse edhe për vendin tonë, për teknologjinë vendin tonë. Çu sheshe ndoshta teknologjinë tash po e dim që krejt na ka përfshi kjo inteligjencë artificiale, me to ma shumë po folim, po mdoket me ChatGPT-n se sa që po folim me njëri tjetrin, qa po thu? Me tregu drejtën, kohës të fundit është avancu shumë teknologjia në vendin të unë, se shumë të ri tash, se që të cekum edhe ma herët jenë të ukyshin këtë profesion, edhe po shkën çdo sen njerëzit të e kuptu që teknologjia është bo tjetër, sa i përket inteligjencës artificiale, unë e vetë personalisht e përdori pak. Ajo është shumë e mirë nëse din për çfarë me përdor, nëse din çush me komuniku me të, po jo me ja tepru. Se nuk pyetet çdo gjë, domethënë inteligjencën artificiale. Se po ndjera sulmu me çtash. Jo. Amo unë ai din apo ajo pjesa për shembull, jo çdo pyetje me abu se çdo detyrë, nëse kom të studentat çdo detyrë për shembull me ja jep inteligjencës artificiale për me ta atakuar. Tu ja bëj çdo pyetje. Tani mundesh për shembull edhe ajdin, mundesh me pas bush pak edhe me njën demel që ajdin për tac, se pritëm për shembull thuaj se ma përfundon inteligjencë artificiale. Amo nuk është që krejt 100% i jep përgjigjet shumë të sakta. Sa po thu? Po nëse te e pyet diçka rreth matematikës, nuk është që i jep 100% të sakta. Jo, ose ta jep direkt vetëm totali, nuk ta tregon çush e ka zgjedh. Nuk është si dora e njerit ose ajdin si vet njeri. Për shembull nëse e pyesëm rreth profesionit tem, i thu krijon një website, ai ta krijon, po nuk ta krijon çush ki dëshirë ti vet ose çush e bën dora jote. Për atë arsye. Amo nëse ki për shembull për pyetje normale, të intereson diçka me ditë ose lajm ose çfarë do të qoftë, ose për tekste, është shumë i mirë. Shumë na ka lehtësu punë. E kështu po thuaj që nuk mundet me na zëvendësua, qoftë juve IT-ve, programerave. Tjetër. Tash kjo, ajdin, ka dejta ndryshëm. Se na neve na ka kap edhe një tuta, ke po pyetja e parë që ja u bojmë qoftë atyre që mirën me teknologji është heja, ka me na zëvendësu bre se po thojnë që çdo mjekte, robotate. Nuk e zëvendëson njerin, ajdin. Ama puna ka kryer tepër shumë, na ka lehtësu shumë punë, se një tekst ty për shembull me thon hejdi ora kam diçka ose një pyetje me ta bu, ai ta ndrejç aq mirë saqë nuk e dallon ti. Ama për shembull njeri nuk mund të më zëvendësu. Se nuk mundet me të kryej ai tepër punë. Ai është një lloj roboti, ama chatbot në vete. Po, edhe çtash më duket që po e dim krejt edhe përgjigjet kur po i çojmë, kur po na kthejmë, po thonë ai ja pse me ChatGPT na paska shumë. Më duket po e dim edhe kur po na kthejnë me ChatGPT. Po, nëse e këshyr kështu me një ajdin kodër tjetër, po mundesh me dallu shumë lehtë që është ajdin domethënë ChatGPT e bëm ose një detyrë. Çfarë do të qoftë nëse unë për vete, websajtat i dalloj cilat jenë bu prej ChatGPT-s. Dallohen për thua? Po dallohen shumë. E qysh i dallojnë të për shembull? Po, jenë pak ma thjesht, dizajnin të ja lyp me bu, se në vete këmë bu një websajt, qysh ajdin mendja jeme ka thunë, edhe ta një të njëjtën, ja këmë shkru ChatGPT-s me ma kriju, kur e ka kriju, e këmë po që ajdin diferenca është ka gja ndryshe. Nëse te i thu për shembull bo ma që në gjyrë, edhe që kë background i ka me kun qështu, nuk është që ta bën 100% qashtu qështu te kërkan. Edhe nuk është që e bën për shembull komplet qësht dora jute e punën qatë projekt. Kështu që për krejt ata që ndoshta... Unë për mendimin të menoj që nuk na zavendësën. Nuk na zavendësën. Neve ma shumë për na konvenat mendimet. Po tash ma mirë është mos me na zavendësu, amo pse mos me nej për shembull edhe një ChatGPT që është të qysha për momentin, se po na lehtëson punë këgja shumë. Çfarë do të qoftë. E përmende që ju që mirën me teknologji e përdoni, po ju ndoshta në atë masën që ne mendojmë, ndoshta ne e përdorëm për shembull ChatGPT-n shumë, sepse në çdo pyetje që i kemi tash po na shërben edhe si një lloj psikologu, për çka e përdor NST? Unë për vete atë përdori më shumë kur kam për shembull një tekst ose kam për shembull me gjej diçka nuk e gjej në Google ose çfarë do të qoftë që kërkoj atë, edhe e kërkoj te ChatGPT, ai më lehtëson pak më shpejt me gjejta. Edhe për shembull ti sa hyn kërkon Google edhe tash dej bën scroll ato dej të lyp të gjejnë, edhe ChatGPT ata jap po. Fiton pak më shumë kohë, më shpejt, më mirë.
Okej, a ka ndonjë aplikacion tjetër të AI-s që për shembull se po mduket që na e dina vetë ChatGPT-n. Janë të bukus të fundit kogja shumë, domethënë ajden çdo person po vendos ChatGPT ose chatbot ose çfarë do të po krijon, ama në trend për momentin dhe pak më e mirë që është më e sigurt është ChatGPT-ja. Vetë ChatGPT-ja. ChatGPT-ja vetëm. Unë për vetë e përdori ChatGPT-n, tjetër chatbot nuk përdori. Se tash nuk është edhe shumë vështirë ajden me u bu për shembull një chatbot. Edhe nëse Çka është chatboti për neve? Chatboti është teksti, një s'po di çush me thonë një chat ose një si messengeri për shembull, ku ti e pyet diçka, ai ta kthen përgjigjen automatike direkte. Okej, çka dallon me ChatGPT-n? Njëjtë. Edhe ChatGPT është chatbot. Çfarë do të që e pyet, ai e kthen domethënë përgjigjen, vetëm që ai ka ChatGPT emër. Okej, veç tek emri. Po, se chatbot njëjtë, për shembull do mund e bën 100% sikur ChatGPT apo ja lën për shembull emrin vetë chatbot ose çfarë do të qoftë. Okej. Tash po flasim pak a shumë edhe përmendëm çu po qëndrojmë si vend në teknologji. Sepse e din tash edhe që pyetje tjera që bën është kjo puna jona ka më a do të me ditë për shembull edhe na si unë në këtë rast si gazetare, a do të me ditë me përdore AI-n. Çka mendoni nëse a do çdo profesion vetë se me fillu pak a shumë? Mirë është me ditë AI, mirë është domethënë mu angazhu te kjo pjesa, se të lehtëson shumë punë, për shembull te pjesa e gazetarisë, pyetjet apo çfarë do të shoftë skenarin që ju e bëni mundet me u bë për shembull edhe me ChatGPT. Amo mendoj që krej profesionit është mirë me ditë ChatGPT ose AI, domethënë inteligjencën artificiale, ama na jem të shku mirë, po ka një herë po dim edhe me kesh përdorur në shumë aspekte. Pe kesh përdorim, a? Po. Në cilin aspekt? Na përgjithësi teknologjinë e kesh përdorur, se për shembull TikToku si aplikacion që është, ti mund mësën shumë gjona prej ti, hajden po të na jenë të kesh përdorur pak më shumë. Kërkojnë për shembull gjithçka ato ose bojnë video, gjona të tilla tek pjesa e live që është jo që janë fort mira për shembull nuk i përshtaten. Ai mund me qenë si aplikacion shumë i mirë, tani për çfarë arsye po vjen edhe deri te bllokimi i atij aplikacionit në atë shtet. Edhe pse është shumë aplikacion i mirë, shumë mund mëson prej tij, ama thashë te pjesa po e keq përdorim shumë teknologjinë, te na shumë e keq përdorin. Dhe vërtet, dhe dyqysh i kemi gjithmonë dy anë, edhe të mirat edhe të këqijat. Edhe të këqijat, po, fiks. Po, të mirat, se për shembull, mu për veti, nësë më kanë ndihmu shumë TikTok-u, i kam zbulu shumë sanet që ndoshta edhe për shëndetin, edhe për dukjen, edhe për pamjen, edhe për kretat që nuk i kemi ditë, a jënda ato tips and hacks, që mund e me mësu, janë shumë të mira. TikTok-u mund e me mësu, se aplikacion e mund a shembullat, mund e me mësu çfarë do të shoh ty. Amo të thash që këtu janë të e kesh përdor shumë edhe për atë arsye tani po vjen edhe deri te bllokimi që atij aplikacionit, pa pas hiç nevojë. Pse se na si popull po kesh përdorim shumë teknologjinë. Edhe AI për shembull ChatGPT-ja, shkon për shembull i bën çdo pyetje, ajden pyetje që nuk ja vlen me abu. Edhe për atë arsye ajden është që po shkojmë ka pjesa që po kesh përdorim, po megjithatë jenë avancu këgja shumë të pjesa e teknologjisë. A ka me ullodhë ChatGPT-ja prej neve, a ka me pas mendon që një limit access kështë? Shqiptarët janë këgja që mundet me të lodhë, ama nuk besej. Se ajden është avancu me këgja shumë. Ka me pas të limit të accessit, po me nuk besej që bojnë ajden, tash mundet prej atyne që rëdhet pyetje në ditë i gi. Edhe ma shumë ju, kry. Okej, po mendoj që s'ka me pas kësi farë po nejse, nëse këshyrë kështu një limit e ka, kur të pyjtë shumë, a i vjen thët mas 24 ore të jepet mundësia do me thënë me komuniku me mu, ama nëse do me thënë nuk je premium. Ama nuk është, nuk mendoj që e buhet, ajo qaj limiti është për një arsye që me pas edhe ta pak përfitime më të mëdha, do të thonë me marr premiumin, edhe për atë arsye tani nuk i limiti. Edhe me fitu ka pak edhe ata, a? Kuptohet ai, për çfarë është kriju. Patjetër. E ne jemi edhe drejt minutave të fundit të intervistës, nuk kisha dashur edhe me na tregu edhe ndoshta edhe për ndonjë projekt që mendon që mundesh me realizu tash ose çka ke në mendje për planet, po fokusohesh vetëm te studimet tash, çka ke plan ndoshta në të ardhmen. Hajde se ju IT gjithmonë jeni tu me diçka. Gjatë viteve vijim, ajden duhet me hap diçka pak më të madhe, qoftë kompania apo çfarë do të qoftë. Se unë e kam një përshtypje, tash është e mira e keq që nuk e di, ama programer nuk mundesh me punu për shembull 60 vjetë. Hajde nuk mundesh me punu 60 vjetë. Se? Vetë
programimi, ajdin të unë e ka atë ndjenjen që nëse nuk hap diçka tonë, nëse nuk bush, ajdin lider i dikujt, nuk mundesh me kun ajdin gjithë. Edhe nëse llogarit edhe të një të pjesa e përfitimeve, ma mirë ki përfitime kuptohet nëse ti punon një website vetë, se sa me punu për një kompani atë website. Po do më thonë punëtori dikujt. Kështu që mendon që me bo diçka tonë, na? Po, fix të. Me programim, me AI, diçka Ne ku mirë ka që kjo dega, tash AI nuk kena me lu, në onosh, ajdin është ka përdoret shumë, pse mos mu avancu edhe me të, edhe ka pjesa e, do më thonë, dy anshme, po edhe ka pjesa e robota, pse jo, me robotik pak është shumë i roboti. Okej, kështu që asë njerë nuk ki me lonë teknologjinë. Jo, tash në ajdin... E ki gjithë që drejte. Këto mësimet nuk nalën kur, këto edhe nëse ti për shembull i bën 30 vjet tu, ai ku përfundu studimet jem në rregull, nuk i ke përfundu në fakt. Se këto çdo një muj del diçka e re, çdo 2 javë del diçka e re. Edhe për atë arsye ti nuk mundesh ajdin me ndal kur studimet, unë veç kum fillu këtu, kum hy tash me hap mirë, edhe besoj që kena me vazhdu për gjithë jetën në këtë profesion. Se është profesion që e du. E mira dhe të meta, njëkohësisht e teknologjisë, e meta, po mendoj që gjithmonë ka përdejtësime, update-a gjithë ditë. Po, nuk mundesh me thonë që e përfundova shkollimin. Po, mundet me të lodhë se, ajdin, nëse ti nuk avancuash, nëse nuk ndjek trajnime, apo çfarë do të qoftë, nuk mundesh me thonë vetit programer. Se, për shembull, ma përpara kanë përdorur shumë Excelin, tash ajdin kanë hika pjesa e programimit, kanë studiu po më menoj për Excelin, tash studiojnë ka pjesa e web designit apo çfarë do të qoftë. Thjesht se çdo herë ajdin shkon të avancu, edhe në IT, në programim çdo herë del një pjesë e re, një diçka, një update i ri, edhe ti do të mu avancu me njek, do më thonë atë pjesë më rapa. E po ku është fokusi që tash për që tash? A është vishë të AI Enes? A mendon që është vishë AI që përfshin krejta? Varet tash ajdin, AI ka ndryshu, ka dhënë shumë stil të ri, do më thonë ka ndërru shumë sene, se unë jam të pjesa e web developer, do më thonë krijimit website-av, edhe tash pjesën ose sektorin ku jam unë, është ka përdorur shumë inteligjencë artificiale. Pse se po përdor template, po përdor AI, çfarë do të qoftë ajdin, po ta lehtëson ty punën shumë. Edhe për atë arsye do më thonë ajdin ka ndrru komplet tregu ose stili që më thonë i kësaj pjesës. Edhe ajdin duhet tash me pas angazhime edhe ka AI, po edhe ka profesionin, do më thonë, web developer ose web designer, apo çfarë do të qoftë që ai persona ka përzgjedhur me vazhdu ka çaj pjesë. Po ta bëjmë një pyetje të fundit sa i përket profesionit të teknologjisë. Për këtë ata që dojnë me u marr, çfarë është për çeta, çka është e mirë? Cila fushë ndoshta, sepse teknologjia është shumë fushë e gjanë po, nëse në teknologji, nëse dikush është në cyber security, dhe më thonë, është fushë shumë e mirë, ma pak punë, ama ka, për shembull, vështirësi edhe ka shumë, nuk po di qysh me thonë, ka shumë presion mbrapa. Ka shumë presion, se cyber security, dhe më thonë, kompleti, si rjetat e bankave, çfarë do të qoftë, rjetë kështu normale, ti i ki, dhe më thonë, janë dorë tonën, edhe diçka që bëhet, mundesh me akuzu shumë lehtë ti. Nëse vazhdojmë te pjesa e web developer, domethënë pjesa ku jam unë, web designer ose aplikacione çfarë do të qoftë, është pjesë shumë e mirë, nuk është tepër përveç që është e vështirë kështu, nuk ka që ka ndonjë rrezik ose çfarë do të qoftë. Edhe te pjesa që janë gamerat, këta që krijojnë domethënë lojna këtu, është shumë e mirë. Përgjithësi teknologjia, nëse dikush do më kyç, profitabile e vërtet është. Në Kosovë nuk është që paguhet shumë, se nuk e din, nuk ta kuptojnë fort, ama nëse llogari për shtete tjera është profitabile, domethënë është që ja vlen. Ama nuk i kisha thënë kërkujt me u kyç nëse nuk e dën si profesion. Për shembull dikujt i shkon mjekësia, pse me hi në IT. Ajdin nuk e punon për shembull me shef, nuk është e impunuar me kjo, nuk bën me impunu domethënë si profesion. Enes, më falenderoj shumë për këtë këshillat që na dha edhe për këto kontributin që po e bën, edhe sepse ti jo vetëm që krijon për vete, por njëkohësisht ai njihet si diçka shqiptare, aplikacion shqiptar, brand shqiptar, kështu që ti po jap po ashtu po kontribon edhe drejt ndoshta po e nxit njëkohësisht që me u avancu teknologjia edhe në vendin tonë, ne jemi shumë popull me fat që kemi edhe kësi të rinj që vazhdimisht prodhojnë edhe nuk ndalen asnjëherë, shumë po uroj që asnjëherë të mos ndalesh edhe me teknologji, me robota, me çka do që don ti. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe për ftesën, faleminderit.
Të presim kur dëherë, Enes, sepse e dim që ti gjithmonë diçka të re, sjell gjithçka inovative, kështu që kur dëherë që dëshiron të presim. Besoj që tash mos në viti diçka kena me sjell edhe vjen roboti vën me më zaventson. Anë ne thirrë ty vetë ti këndon çaj. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit edhe juve shikuesve që keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe me neve, me mua dhe me Enisin sot. Po shpresoj që krejt ata që janë të apasionuar pas teknologjisë e kanë dëgjuar me vëmendje edhe Enisin edhe krejt këshillat që na dha deri tash, çush me përdor, çush mos me përdor shumë, çush me shfrytzuar ndoshta për mënyrën më të mirë. Faleminderit nga unë Diora, pas dite sa më të këndshme.